Cilat janë produktet që ofrojmë dhe çfarë kuptojmë me kultivimin e produkteve jo drurore? Me kultivimin e produkteve jo drurore, që është një nocion që ndoshta për herë të parë po përmendet tek ne, megjithëse të gjithë e dinë se hynë të gjithë llojet e çajeve që kultivohen në Malin Shar, si deri ti se skardika është një ndër llojet e çajit më të rrallë që mund të gjendet vetëm në Malin Shar, pastaj hynë borovinkat, hynë të gjitha manafera, drevëzat e egra dhe të gjitha produktet tjera jo drurore dhe pikërisht në kohëve të fundit ka një interesim të madh nga vetë banorët e këtyre zonave për të kultivuar këto lloje produktesh, sepse gjithnjë më tepër varet dhe ekonomia e këtyre zonave nga kultivimi i këtyre produkteve, ndoshta jo në atë masa pretendojmë ne, mirë po krijimi i bizneseve fillon nga zero dhe për të shkuar edhe më tej. Edhe ky nocion do të përmendi se në Bashkimin Evropian, në legjislaturën e vendeve të Bashkimit Evropian zë një vend të rëndësishëm me nocionin PPDJ, sidomos në funksion edhe të zhvillimit të agjendës së gjelbër, tashmë që është edhe një top temë në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Pra fokusi ynë sa më shumë të kultivojmë këto produkte, të cilët ndoshta nuk kërkojnë edhe ndonjë investim goxha të madh siç janë bizneset tjera, mirë po në anën tjetër janë të cilët zon vend në treg dhe ka hapësirë për të zhvilluar akoma më shumë.